dhe ju me urgjencë e trajtoni, ndërkohë një kërkesë të grupit ton parlamentar, e cila përputhet plotësisht me kërkesën e atyre qytetarëve që protestojnë, po bëjnë gati 2 muaj që janë në shesh me pika të përcaktuara kërkesave tyre, ju i neglizhoni apo ju i hidhni tutje në kosh dhe nuk i konsideroni. Ata janë qytetarë, kjo është opozita e vendit. Ata janë qytetarë të këtij vendi që protestojnë kundër narkoregjimit, kundër babëzisë, kundër shkatrimit dhe për një Shqipëri normale dhe për një qeverisje normale dhe jo për një narkoqeveri. Ndaj duhet ju bazuar në rregullore, sepse keni detyrë kërkesat ti trajtoni, të fusni në më urgjencë në rendite çështjen e kërkuar nga opozita dhe të mbështetur edhe nga qytetarët dhe nga protesta e tyre. Ju po e shndroni këtë parlament në një palo parlament. Shikoni edhe sondazhet. Çfarë tregojnë? Po shndrohet në institucionin më të pabesueshëm, më të poshtruar. Një institucion i zgaravitur. Pra, i zgaravitur. Shiko, ju jeni zgaravina, unë nuk doja t'ju thoja dhe ju jeni zgaravina, po s'kam që them. Ashtu jeni. Tani, ky është një realitet. Ndaj, zotri, nëse do t'i japish parlamentit, hije në një parlamenti normal, trajto dhe fut në rend të ditës me urgjencë kërkesat e opozitës dhe të protestuesve që janë prej 50 ditësh në shesh. Shumë dakord. Një votë kundër. Kemi edhe balancë gjinore. A detyron rregulloria.